që ta gjeroni, edhe qëllimi juj, qëllimi janë është që ju të rriteni, të bëheni më të mirë. Pra kërkohet domosdoshmërisht që të ndryshosh. Pra sot, e ditët në vazhdim, jesh më i miri njeri, se të rriti dhe të ndryshoj muj i Ramazanit. U tregova i kujdesshëm, i urtë, i sjellshëm, ama kjo sjellje të duhet për gjithë vitin. Allahu xhelle xhelaluhu thotë o ju dashur, kad efleha men zekaha. Shpëtoi ai i cili e pastroi shpirtin e tij, trupin e tij, zemrën e tij, mendjen e tij, i cili i kufizoi gjymtyrat e tij që të mos bëjnë gabime, mos bëjnë gjinofe. Dhe e poshtroi veten ai i cili nuk përfitoi nga muaji Ramazani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me të vërtetë është i pafat. Ai që e gjen muaji Ramazanit edhe nuk ka. Ai shikoni mirësinë dhe begatinë e Zotit xhelle xhelaluhu. Ishit në agjerim, edhe sot jeni të lirë për nga agjerimi. Dhe me thamë, ato gjona që i kishi të ndaluara prej halalit gjatë ditës në Ramazan, sot janë të lejume. Nërsa ato që ishin ndaluara nga haramet, ato janë ndalume se ti është gjallë. A e dini se i mallkumi sot vjeni të merru. Edhe të gjithë krijesat tjere në gjëjnë duke bërtet, duke ulurit. Me ato shtrinë e vetë. Çfarë ke i thonë? Na shkatroj Zotë. Pse të gjithë besimtarët dhe besimtarët i fali. Allahu xhelle xhelaluhu urdhën e thotë, kad eflehal mu'minun. Me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët. Kanë shpëtuar besimtarët. Dhe për këtë a jeni gjën dhe e din fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu, edhe çka kemi punu nga i vit, na e shkatroi Zoti, se i fali, i mëshiroi gjithë. Pra, si bën këtë ofertë, këtë mirësi të Zotit xhelle xhelaluhu, ta shkosh dom sa po të dalësh nga kjo portë. Ju e shihni që edhe festat që i ka caktuar Zoti xhelle xhelaluhu për ne, nuk janë tërbime, nuk janë shkatrime. Çfarë do të thosh shkatrime? Ta zën njëri prej jush apo prej nesh, ka i dasëm. Edhe e dim që morali i dasmëve është me u gëzu, po jo më u shkatru. Jo derisa të dhej, mos me ditë se ku je. Shifeni moralin e këtij bajramit të Ramazanit. U kënaqem agjerum që na vjen keq që po shkon. Po themi o Zot, na i le shpirtrat që të na gjej prapë. Shifeni me sa edukat. Cila është një festë në botë që janë gjën kësaj feste? Cila është?